Është ky fillimi i një krize të panjohur për PS-n apo rikthimi i KPD-s famshme? Kjo personazhi që ka marrë përsipër të bëjnë këtë, siç e thatë edhe ju në fillim, është befasi, domethënë e ka marrë Elisa Spiropali, që është bë me gjithë Shqipërinë për atë fjalën e famshme që e krahasoi Ramën me Skënderbeun, por aty një krizë ka brenda Partisë Socialiste. Partia Socialiste që ne kemi njohur, ose shqiptarët kanë njohur, ka vdekë që në 2009. Pra pas humjes zgjedhjeve, me ndryshime statuore, Edi Rama nuk dha dorëheqjen, nuk pranoi dorëheqjen edhe bëri pastrim të gjithë figurave të rëndësishme të Partisë Socialiste që mund ta rrezikonin. I fundit prej tyre, se ka dhe një metodë shumë interesante Edi Rama, i fundit prej tyre që tentoi ishte Ben Blushi, të cilin nuk e bleu dot gjatë kohës, nuk e bleu dot gjatë kohës që kishte rivalitet brenda partisë, bleu masi hiku. Pra ka dhe situata të tilla. Megjithatë është simptom karakteristike e regjimeve kleptokratike kjo shfaqje që po shohim. Unë nuk mendoj që Elisa ka mundësinë dhe ka fuqinë që ta rrezikojnë pushtetin e Edi Ramës, por domethënie e rëndësishme është shprehja publike e saj, përgjigja publike e saj ndaj Tauland Ballës, tregon dhe bëhet e ditur që socialistët vetë parët ta kuptojnë që në partinë e tyre nuk ka vendimarrje kolegjiale. Nuk ka pas asnjëherë vendimarrje kolegjiale. Elisa Spiropali nuk e ka thënë deri sot sepse nuk i ka qenë cënuar pushteti i saj. Në momentin e parë që ju cënu pushteti, doli dhe e tha, po kjo nuk do të thotë se ndodhi për herë të parë. Pra aty asnjëherë, siç e tha dhe mentori më parë, aty të gjithë i marrin vesh vendimet kur shpallen publikisht nga Edi Rama. Dhe më signifikativja e kësaj është kjo e Lamallarit. E mani kur i tha që do bësh ministër brendshëm dhe shumë mbytaj me Liroj Kollare. Pra, megjithatë, është në një situatë Partia Socialiste që zjen nga brenda. Unë mendoj që do i krijoj, sigurisht që ka rryma, se ne po përmendim vetëm Elisa Spiropalin, por është edhe Fatmir Xhafaj, që si është përgjigj publikisht Tauland Ballës, por që Metaj, nëse mund ta konsiderojmë edhe lojtar. Por që nuk ka qenë dakord me mosdorëzimin e Belinda Ballukut. Në ana tjetër është Arben Ahmeta, një faktor edhe pse edhe jashtë Shqipëri, edhe jashtë PS-e, është një faktor shumë i rëndësishëm brenda Partisë Socialiste. Pra ka një rrymë mendimi në Partinë Socialiste që edhe Erjon Veliaj do ta bashkoja me Fatmir Xhafën, pra lëvizjet e Fatmir Xhafës dhe të Erjon Veliajt për herë ne i kemi parë që kanë qenë të sinkronizuara. Prania sot në skenën politike ende e Fatmir Xhafajt është fal Erjon Veliajt. Sepse Edi Rama e flaku në rrugë në fund të listës dhe nxori Erjon Veliaj. Pra, këto rryma, këto korrente brenda Partisë Socialiste ekzistojnë, janë shumë më të forta se sa në partitë e tjera, por duke qenë se kanë edhe pushtetin dhe kanë mundësi që ti shuajnë, ti bllokojnë, i bllokon Edi Rama këto, shpërfaqja e tyre do jetë pak më e vështirë, por do të ndodhë. Partia Socialiste e ka thënë dhe vetë Edi Rama në mbledhjen e fundit që i ka kërcënu, ka sha Spiropalin, e ka sha këta tjerë gjithë aty. Anglisht folsit. Ju ka thënë që Partia Socialiste ka marru, pra de facto ka thënë që është e shkatruar, po i ka unë, ju keni mbaruar. Pra, në fakt, kjo është vërtet Partia Socialiste. Edi Rama e ka çuar në një pikë që ajo parti ekziston sa tjetaj, kur ti kaj, në momenti që ai do i lëkundet pushteti, i mban edhe për frikë këtë lloj retorike për të futur frikën të tjerëve, aty do plasin një krize madhe dhe